Njoftimi i Donald Trump për të vendosur tarifa 25% për të gjitha makinat e importuara ka ngjallur reagime ndërkombëtare, duke zgjeruar frontin e luftës tregtare që është hapur që nga kthimi i tij në shtëpinë e bardhë. Ajo që do të bëjmë është të vendosim një tarifë 25% për të gjitha makinat që nuk janë prodhuar në SBA, tha Trump nga zyra ovale, me deklaratat e tij të pasqyruara në grafikët e bursave ndërkombëtare dhe me aksionet e prodhuesve aziatik dhe europian që po paguajnë një çmim të rënd. Aksionet europiane u hapën me humbje të konsiderueshme me indeksin e makinave Stocks Europe, që ra 3.3% gjatë tregtimit hershëm. Prodhuesi Stellantis ishte 5.6% më i ulët në Londër, ndërsa Mercedes-Benz humbi 5% dhe BMW e Gjermanisë ra me 4.4%. Për momentin Stocks 600 po humbet 0.96%. Më herët në bursën e Tokios, titujt e emrave të mëdhenj të sektorit po binin të gjithë pa përjashtim: Toyota, Mitsubishi, Nissan e Honda. Trend në rënje ka shfaqur dhe indeksi i përgjithshëm, por jo edhe aq spektakolar, me minus 0.79%, nëse ul aksionet e Hyundai minus 3.15% dhe Kia Corporation minus 2% ishin në një trajektore të ngjashme. Pas zhurmës kërcënimet e reja të Trump për Bashkimin Evropian dhe Kanadan, në një postim të ri në Truth Social, natën vonë ai kërcënoi me më shumë tarifa për BE-n dhe Kanadan nëse veprojnë kundër SBA-ve ose, siç shkroi ai, nëse bashkëpunojnë për të shkaktuar dëm ekonomik në SBA. Siç thot ai, ndaj tyre do të vendosen tarifa të mëdha, shumë më të mëdha se ato të planifikuara sot. Nëse Bashkimi Evropian bashkëpunon me Kanadan për të shkaktuar dëm ekonomik SBA-ve, do të vendosen tarifa në shkallë të gjerë për të dyja, shumë më të mëdha se sa është planifikuar aktualisht, për të mbrojtur mikun më të mirë që secili prej këtyre dy vendeve ka pasur ndonjëherë, thot Trump. Presidenti republikan i sheh tarifat si një mjet për të rritur të ardhurat që do të kompensojnë uljet e taksave që ai ka njoftuar, duke rigjallëruar bazën industriale në rënje të vendit. Në vitin 2024, SBA importoi makina pasagjerësh me vlerë $220 miliard dhe artikuj automobilistik me vlerë $474 miliard. Furnizuesit më të mëdhenj ishin Meksika, Japonia, Korea e Jugut, Kanadaja dhe Gjermania.